bëni diferencë madhe në ndeshjen e parë në shtëpi, por ndoshta ishte edhe dita e cila Leverkuseni nuk u tregua në nivelet e tij më të mira, ata pranoi edhe vetë Xavi Alonso, që më shumë ne e hodhëm ndeshjen se sa ata na e morën. Dhe e kishin që të më këtë besimin që mund të arimarin, ose që fakti të bëjnë më të mirë në këne. 3-0 është shumë vështirë. Të shpresojnë pak. Edhe pse vërtet një rezultat i tillë jashtëzakonisht shumë i vështirë për të rikthyer. Xhafa nuk e di, ashtu siç e përmendi edhe Loriku që gabimet individuale duket sikur ishin ato që e penalizuan edhe më tepër skuadrën. Ke ndarë lidhje me këtë? Po patjetër. Këto nivele dhe nivel përshtatur me nivel kaq të lartë teknik siç është Bayern Munich, gabimet do të jenë sa minimale nëse do të konkurosh për të kualifikuar. Dhe praktikisht figurosh në ndeshje të tërë Bayern Munich me 3 gola me gabime individuale të mos portier, praktikisht i figuruar kualifikimin, sepse nuk është e thjeshtë. Që ti ndalosh në skuadrën me shumë kvalitet, aq më tepër duhet futur dhe gabimet pothuajse në çdo gol, se goli nuk është vetëm çështje rezultati, është çështje psikologjike. Sa herë që Bayern Munich tentonte të bënte diçka brenda fushës, me gabimet individuale merrni dhe goditje psikologjike. Gjë që është e vështirë pastaj të reagosh duke përballë të tilla skuadra si Bayern Munich. Lirim të përpyesësh në fakt një rezultat i tillë është jashtëzakonisht shumë i vështirë, por jo e pamundur. Mendon se Leverkuseni ka ndonjë shans të bëjë diçka në këtë përballje të sotme? Gjëra, do gabime të paguar stacion. Gjëra, do gabime të paguar stacion. Është vërtet. Po ky është gabim shumë i madh, nuk e di se sa i kanë mundësi për të paguar një faturë të tillë. Të paguar faturën e gabimet. Që teorikisht ekziston mundësia, por praktikisht nuk ekziston mundësia të përgjys edhe 0-0 në parë të Bayern Munich. Ashtu tepër që ato janë shumë mirë tjetër, ja dinë mënyrat si të lojës, janë klasë tjetër gjumë fush. Kështu që besoj që Bayern Munich e ka dominuar gjithmonë në arenën gjermane të futbollit. Kështu që besoj se do vërtetoj të kaluar. Besoj që Bayern Munich është kualifikuar. Është kualifikuar, por vërtet tashmë ndoshta është diçka në mbyllur. Avokat mendojnë që Bayern mund ta neglizhojë mbrëmjen e sotme duke menduar edhe avantazhin që ka kjo skuadër. Bayern se kam shumë të kundërt që nuk fal në çfarë do lloj momenti, vërtet. Por është ndoshta ajo disiplina e gjermane që vepron në rastin e tillë. Është një orë dhe ka dhe njerëz që bëjnë tifo për atë disiplinë, që zakonisht bëjnë tifo për gjëra të tjera. Por ajo që duhet të thosha në fakt që rezultati i ndeshjes kaluar është si thuhet pak më i gjërë se sa që realisht ishte loja, pra nuk është ato që bën diferencën midis dy skuadrave ishin dy momente që ishte penaltia, që ishte një gabë shumë banale, po themi i mbrojtësit, dhe episodi i portierit që prapë ishte gabë banale që nuk i përket këtij niveli sportiv, pra që reprin të 6 vjeçave të Champions League. Kështu që nuk mund të them se çfarë do ndodhi sot, por që do shikojmë diçka më të ekuilibruar dhe që Leverkuseni gjithçka që ka për të bërë do ta bëjë sot, sepse s'ka edhe më, janë 90 minuta larg nga skualifikimi. Mendoj që Leverkuseni do përpiqet jashtë masave. Në fakt ka një gjë, Leverkuseni në prova të Kujtohet që marrë e në Europa League në Atalanta. Në shtim total, në shenë një ekip si super të paguar, që të sportore, ma nuk ishte mundur në shumë ndeshje, e vanë në sonë por leksion futbolli ka marrë nga Atalanta në ndeshje. Pra në ndeshje decisive, Leverkuseni në shqipëri Në siguri Leverkuseni nuk ka stofin e Bayern, ku nuk diskutohet. Jam të pakta skuadrat që mund të krahasojnë në Bayern. Por fakti është që asnjëra nga skuadrat sot nuk është në një gjendje sportive të jashtëzakonshme. Për shembull, mund të themi vetëm pak që të dyja kanë humbur në fundjavë. Bayerni me Bochumin duhet. Një mirë shumë duhet, do 3-2 në shtëpi. 3-2 në shtëpi fare. Nga 2-0 bëri 3 gola në Po, 2-3. Edhe Leverkuseni u rrafë nuk kanë parasysh. Pra, kur janë këto lloj situatash, një ndeshje teke mund të marrë drejtime nga më të ndryshmet, siç e mori Leverkuseni javën e kaluar, që i mori një drejtim shumë të rëndë në raport me atë që u pa në lojë, nuk u pa në dominim ekstrem i
Bayern ekstrem i Bayernit, ekstrem i Bayernit. Tani, nëse këtu ka dy episode sonte që mund ta çojnë disi të barazuar lojën, atëherë do shikojmë, nuk e di se çfarë do shikojmë. Vetëm i pres me çfarë lirimi që sonte në krahasim me ato momente. Luan në shtëpi. Përveç që luan në shtëpi, është fakti që sonte vërtet nuk ka asgjë për të thënë. Lori, në fakt na ndryshon vëdin pyetja me qenë se je nga ata që e ke provuar me vërtet magjinë e Champions League-s. Nëse do të ishte në kushtet e Xavi Alonso's në mbrëmjen e sotme, si do të veproje në një përballje të tillë? Momenti vështirë. Ja, mjafton që të jemi të vetëdijshëm edhe ambientit dhe lojtarët që le të themi sonte për sonte presioni nuk ka të bëjë, sepse pjesën më të madhe të zhgënjimit dhe të presionit pothuajse ka mesazhin shumë të shpejt, por edhe të bën mënyrë dhe të mundon pastaj loja 90 minuta, të ndan lojën me faza. Alonso ka qenë pjesa e asaj skuadre. Alonso ka qenë pjesa e asaj skuadre e avokatit 3-0, 3-3 me Liverpoolin. Do mundon që ta ndan lojën me epizode, me pjese dhe mos ta shef 0-3. Ta shef fazë me fazë duke rikuperuar nga vash, e kanë cilësinë për ta bërë, pavarësisht që do jetë shumë vështirë. Kështu siç po shprehësh ti, duket sikur ka shanse. Ka shanse me Jo, ti më pyetje strategjinë, unë po ta them strategjinë. Pastaj për ta realizuar ka tjetër gjë. Situata Unë është do një gjë që ta përpusë do të aventurë. aventurë. Po, kjo nuk është që të përgatitur për aventurë. Edhe ka ndoshta në aventurë do të kesh element, do të kesh njerëz që hyjnë në aventurë. Por mua nuk i ka, asnjë nivel se Zaka Kristioni, po jo në formën e mirë, do ta pranoj. Lojtarët e tjerë nuk është se po shkëlqejnë edhe në ndeshjet për vërtetësi që ka pasur shkalla të vërtetë. Pra, për të futur në aventurë, do dhe aventurierë. Nuk do ta bësh aventurën me emra të zakonshëm. Lirim, qëndrojmë edhe pak bashkë, nuk e di, mendoj që Alonso e ka gati, nuk e di, është gati për të marrë drejtimin e një projekti tjetër edhe më të madh, apo ndoshta duhet të vazhdoj edhe më tej tek aspirimi. Për mua, respekt i madh për Alonso, që qëndroi në këtë skuadër, që normalisht është e përmasa më vogla se sa ato ishin të drejtë të Champions League. Ai qëndroi, pa shumë oferta, qëndroi aty, ndërmjet nga tyre. Ka ardhur momenti i largos. Ka ardhur momenti i largos. Mediat e tuaja që në ndeshjen e parë, por thotë që Xabi Alonso është në provimin e Real Madrid. Pra Real Madridi e ka në provim në këtë ndeshje të qenë. Gjaka më thonë se Alonso është gati për të marrë drejtimin e Realit, skuadër e madhe. E ka arritur ato mjekurinë e duhur si trajner? Shko, unë besoj se po, sepse në momentin që ti fiton me të skuadra që quhen sektorës të dytë, në momentin e caktuar, mënyra se si mori të bajnë Leverkusen një skuadër që kishte vite, që kishte dalë nga skena e rëndësishme, mendoj që e bëri atë pjesën e eksperiencës që nevojitej. Unë mendoj që do largohej. Do thuash provimin e dha dhe e mori gjithashtu. E mori sepse është shumë e vështirë që të përsërisësh një sezon me atë që bëri në Bayern Leverkusen një sezon më parë, aq më tepër kur kampionat ke një skuadër si Bayern që nuk largohet. Aq më tepër që në Champions pastaj mund ta vusim Bayernin tek pretendentët për fitoren e Champions League-s të vit, apo ndoshta rezultati një javë më parë nuk tregon realitetin. Shiko, Shiko, do duhet që ta për të rezultatit, do duhet ta pres akoma Bayern për të Akoma më tepër? Nëse megjithëse nuk ka dhe shumë kohë, Ka dhe shumë kohë, mbaruan Në bakë dhe kërë Bayern do ishte për të Shiko, Bayern ishte çdo vit shohim se do të përfshish momentin të Bayern ka një reputacion nuk ndërtohet ditë për javë. As nuk shkatrohet për ditë për një javë. Dhe në këtë tim,
Darmi në skuadër e sfidave të ndara. Skuadër e sfidave të ndara. Skuadër e sfidave të ndara. Skuadrës Bayern, Bayern Leverkusen vjen me Bayern Munich, vjen me një 4-2-3-1, është formacioni klasik, nuk ka ndryshuar më të shpërtën emra, nuk ka ndryshuar asgjë nga ndeshja e parë, me vetëm ndryshim që është Urbi portier me dëmtimin e Neuer. Në mbrojtje është Lajmer, Upamecano, Kean dhe Deli, është pa një traktat që ishte në ndeshjen e kaluar. Në mes të fushës Goretzka dhe Kimmich janë dyshja gjithmonë që është dyshja që do të japë ekuilibër. Dhe me Koman, Musiala dhe Olise që janë në mbështetje të Kean. Thash, Kean është një qëndërsymues zone, një qëndërsymues i duhet shërbyer, po që në moment saktuar duke pasur këtë treshje nga mbrapa bën mirë edhe hapjen e zonave pikërisht për Musialën, që di sy më shumë mirë këtë zona, dhe për Koman dhe Olise që në situatat 1-1 janë lojtar shumë fort. Dhe nëse arrin të triblet dhe krijon atë superiorin numerik dhe asistojnë në zonë, Kean pastaj është atë në habitatin e tij, duke qenë se ka dhe shtatërsinë dhe forcën fizike për të dominuar ndaj mbrojtësve, që e demonstroi në ndeshjen e parë në vendin e parë. Loriku dhe Xhafa analizojnë informacionet, ndërkohë që nga një parashikim dhe një dëshirë për këtë përballje e dua nga avokati dhe Lerimi. Them që Leverkusen fiton, por nuk kualifikohet. Nuk kualifikohet. Lerim, dëshira jote. Gjëja ime është që Bayern për të vërtetë, se Leverkuseni Na ka shumë futbolli, ka edhe Leverkuseni dhe skuadra e gjermane nuk e bëjnë dot rrezën që bën Bayern. Që nuk i vazhdoi Bayern. Është më e bukur. Është shumë e bukur që të Bayern se në këtë. Dëshira të dalë, në parashikim. Vetë këto. O baba. A kemi një javë mbarë mes Paris Saint-Germain dhe Liverpool, por dhe një nga sfidat në absolut më të bukura të këtij sezoni, me francezët që dominuan lojën në tokën e tyre, por fati i buzëqeshi kundërshtarët. Nisëm me njëherë diskutimin bashkë Lorik, sepse në fakt të gjithë ata që e panë ndeshjen, me përjashtim të tifozëve të Liverpoolit, Duke qenë edhe ish klubi im, sigurisht keqardha e parë ishte edhe për mua. Ajo patjetër. Që dy fish keqardhën. Sigurisht. Mandej kur unë isha në fakt edhe i pari pak i çuditur, mos them nga një fitore e mushme Paris apo një dominim, por zotërimi i lojës, leximi i lojës, zotërimi i lojës, menaxhimi i ritmit të lojës, dominimi teknik, dominimi i fushës, nuk e prisja me atë shumë diferencë në ndeshje. Dhe vërtet u zgjënjyem sepse në fund pavarësisht me kënd bojmë tifo, tregon më shumë qejf, tregon më shumë dëshirë, më shumë organizim, sepse ti edhe thua këtë pavarësisht dëshirave të zemrës për kë skuadër bëjmë tifo? Duke qenë kështu pak më neutral. Sigurisht unë bëj tifo dhe të bëj sonte tifo edhe për Parisin, nuk diskutohet. Por ndodhen do raste që ti mund të zotërosh topin, bësh presion të madh, por nuk konkretisht shanse. Parisi dhe i pati gol i anuluar me centimetra dhe me një Alisson që ishte në ditën e tij më të mirë dhe një gol i pësuar në atë mënyrë në fund. Por Parisi dhe gjëja që është e mirë sigurisht dhem shumë u duar trokitën nga tifozë, ato u biseduar shpesh herë edhe në Francë, që disa herë dhe fitoshin lojën me Neymar, Mbappé dhe Messi dhe Fishkëllej. Kurse aty i duar trokitën, aja të tregon të gjithën. Patjetër që kjo nuk ja hedh zhgënjimin e asaj loje, duke ditur që sonte është Anfield dhe Anfield është një vështirësi shumë e madhe. Një fortesë e vërtet dhe shumë e vështirë që kalohet në fakt. Në ndeshjen e parë pam një Liverpool vërtet të dobët, Liverpooli në fakt më të dobët si mund ta shpjegojmë këtë. Është vërtet, mendoj që ka qenë ndeshja më dobët e Liverpoolit në UEFA Champions League, por këtë do t'i japim meritat kundërshtarit. Nëse
skuadër ka kaq vështirësisht atë çpati i Liverpoolit me cilëtetin që ka Liverpooli, unë besoj që ishte marrja e masave që kishte bërë Luis Enrique, unë besoj që kishte studiuar me Pra detaj. Luis Enrique tamam i kishte bërë detyrat siç duhet. Patjetër, nuk është e thjeshtë. Edhe në ditë vështirë unë mendoj që Liverpooli ka cilëtete që momentet sektora të vërtet. Dhe fakti që në deri në minutën 86 me një episod në shënimi i golit nga ana e Elliot, fakti që Liverpooli nuk kishte asnjë moment as tranzicione të shpejta, nuk ishte që i ka armën më të fortë. Nuk ishte as driblime, as situata, as administrim topit, nuk ishte as agresiv, nuk u mbyllte dot as lojtarët e krahut ku ishin, nuk u merrte dot masa, lojtarët e treshës sulmit të Parisit që nuk japin pika referimi dhe dy qendërmbrojtësat u gjendën shumë në vështirësi duke qenë në statura të ndryshme me lojtarët e Parisit. Kjo unë mendoj që Parisi bëri ndeshjen e mirë që bëri që të minimizohet aq shumë i skuadrës së Liverpoolit. Sa do probleme ke Liverpooli, unë besoj që ishte merit e Parisit që Liverpooli Deri skuadra e parë franceze që ja ka dalë si trionfuese në fakt në Anfield është pikërisht Marseilla në vitin 2007 dhe kapiteni ishte Lorik Cana, që kemi këtu në studio. Liverpooli ka shnuar po Liverpooli, që i ka Kujtojmë pak. Unë them dhe mendoj që Për të gol, po. Në Paris Mas një viti. atëre duke Edhe flamurion. Ja dhe flamuri. Shqiptar. duke fituar ndeshjen e parë, Po, më shkon të shpesh në mendje që futbolli është pak. i pa drejt. Po. Në fakt të gjithë kemi menduar këtë gjë, besoj mbas asaj ndeshje, mbas rezultatit më saktë të saj. Të duash futboll si luajti Paris Saint-Germain për ballë do të thotë që ti duhet të shkosh pak tjetër. Mirë po, ajo lloj që në fojza papësia të futbollit ndodh. Në rast se Paris Saint-Germain do të harrojë atë nivelore edhe në sot, në projen sotme, do ta rrezikojë. Lorik, nuk e di të pash shumë të përqendruar teksa po i shije këto pamje, besoj kujtime të bukura, emocione të forta. Sigurisht emocione të forta, kujtime të jashtëzakonshme, na rikthejnë gati 20 vjet mrapa, po në një stadium legjendar edhe me një kundërshtar legjendar si Steven Gerrard, kohët e arta, sigurisht. Edhe një kujtim jashtëzakonshëm që fajte kjo skuadra franceze që ka fituar, duke uruar që të jetë Parisi e dyta sonte. Nuk e di se sa i mirë je me memorien, po e mban në informacionin e Marseilles në këto? Po patjetër. Dhe mbaj mend edhe çdo moment të ndeshjes bile. Kujtimi i shumë që sigurisht e mban mend për shumë të. Shumë mirë që e mban mend se do të bëjmë edhe një mini quiz pak më vonë për ta rifreskuar edhe më tepër. Avokat, sado e vështirë të ishte skuadra e Liverpoolit, ja doli që të fitonte, ëh, ndoshta kjo tregon që kemi të bëjmë me të vërtet me një ekip fitues, me mentalitet fituese. Përveç rezultatit që ne kaluar në lista të Asgjë, zero. Jemi detyruar ta themi atë sepse në një ndeshje të tillë, kur shikojmë një skuadër që futbolli është jo vetëm futbolli, por çdo sport, është i bërë nga gara. Domethënë në garë duhet të humbasim, duhet të fitojmë. Po ajo që njerëzit ndjekin etj nuk është thjesht detajë, është edhe mënyra se si skuadra dalin në fushë. Dhe java e shkuar ishte një ndeshje tipike ku rezultati kaloi në dorë në kampin e dytë, sepse dhe prandaj Liverpooli nuk mund të jetë i kënaqur me faktin që fitoi javën e kaluar, përveç faktit ose logjikës së ftohtë të kualifikimit që kur do vjen topi në fushën sonte do Liverpooli është i kualifikuar. Kjo është e vetmja gjë. Vin pak më të qetë pak në mbrëmjes. Liverpooli nuk është skuadër aty brenda ku futesh aty brenda kanë hallën edhe të tjerë gjithmonë që futen brenda. Liverpooli nuk është se kanë një merak të madh, por janë mësuar ata me energjinë e hetër. Nga tipami e sportit është vërtet një mëkat që Parisi doli aq doli me 0 javën e shkuar, sepse ka dhënë unë do thosha ka dhënë një leksion futbollit, se ajo lojë është e vështirë të luhet në çdo rast, edhe me një skuadër shumë të dobët dhe aq më tepër është e vështirë kur ti luan atë lojë që luajti Parisi kundër Liverpoolit. Liverpooli dallohet për intensitet jashtëzakonshëm, për lojtarë, domethënë për organizim të mrekullueshëm etj që kemi adhuruar gjatë gjithë sezonit, dhe tani ta vësh Liverpoolin në atë pozitë që duhet javën e shkuar, si ishte një skuadër
si thua është diçka një arritje e jashtëzakonshme e Parisit. Në fund fare nuk do mbahet më, sepse do mbahet më vetëm rezultati. Vetëm rezultati do mbahet më. Dhe fatkeqësisht nëse dikush do nisej vetëm nga rezultatet, do bëjmë ti për Parisin sot. Kështu që rezultati që mua ka lënë në tani. Avokat, si ndihesh kur ndryshon skuadrat, e ecën pak mbështetje apo jo aq? Do të tifo për futboll, ose do të tifo për Parisin si unë. Patjetër. Do të tifo që për Ja, nuk ishte prapamendime, nuk ishte prapamendime. Jo, ai që plus ka faj kur. Yes, nuk shkojnë mundja as të nëjë postërsi. Kara ime po si mundë. Jo, shiva, unë nga t'i posni për futbol. Futbol që këtë i Parisi, uroj të replikoj sot një mas edhe sigur gjysmë, do ishte shumë e bukur, do bëjnë ndeshje më rrushme, që që të shikojmë. Ma ka të drejta, unë bravo i kam të Parisi që bëjnë vetëm ku ka bëjnë Riku, që ishte me stadium, edhe bromin e kaluar janë e kaluar në Liverpool. Se se ka pasë që si jam të me e bravo. Por bravo, ishin bravo. Ka luar futbol në vetë shumë flakë, në parë. Lorik, ashtu siç përmendim të gjithë, në fakt situata për Paris Saint-Germainin është jashtëzakonisht shumë e vështirë, sepse të luash në Anfield nuk është thjesht një përmbusje e një goli, por e gjithë situata, e gjithë atmosfera të vjet klub apo jo. Kjo është nëse mund të them një nga asetët apo një nga pluset shumë të madhe që kanë në përgjithësi klubet angleze, por në veçanti Liverpool është Anfield. Unë mendoj që është Chelsea i suksesit dhe historisë të këtij klubi. Mos i hequr absolutisht trajnerët që kanë pasur rezultate të jashtëzakonshëm që kanë pas gjatë historisë të latërishme të një klubi të tillë. Por Anfield është diçka e veçantë. Dhe kur je aty brenda edhe sekundështar të jep një motiv të jashtëzakonshëm. Imagjinoj ti ta mbash atë fanellë në stadium. Sepse nuk është në fundit nuk është stadiumi më i madh. Nuk është stadiumi më i ri, nuk është stadiumi më por e ka një energji të jashtëzakonshme. Dhe vërtet jep një shkyrje shumë të madhe dhe kjo e bën përgjithësi çdo skuadër, sidomos të Parisit sonte akoma më vështirë. Në anën tjetër, pastaj gjëja që kam qenë e bukur është që mënyra e Parisit nuk ka për të ndryshuar as pak. Do mundon të luajnë saktësisht dhe pikërisht si kanë luajtur në Parc des Princes. Nuk do ja dalin sepse Anfield do shtyn më shumë, skuadrat angleze nuk dinë të bëjnë. Unë kur isha në Angli apo kur luajtur skuadrat angleze, në momentin që skuadrat angleze fillojnë të tërheqin nga dy luftimet. Doja fillon presioni i publikut kundër skuadrës vet. Dhe kjo nuk e bëjnë dot sonte. Gjithsesi, Parisi duhet të i tregon forcën e vet, dhe prandaj është një ndeshje jashtëzakonisht shumë e bukur për ta ndjekur. Ne besoj se do kemi dhe ne vëmendje në kryesore në mënyrë e sotme. Do të thonë një si Loriku do të ketë të njëjtën paraqitje Parisit si në ndeshjen e parë. Për një të Parisit nuk ishte formacion fitues, sepse zakonisht formacion fitues nuk ndërrohet, por në këtë rast duket sikur Parisi paktën nga analiza që u bë ka në maksimum. Unë mendoj që do të ketë të njëjtën strategji, do të ketë të njëjtën performancë, pastaj është e vështirë sepse gjithmonë është në raportet edhe me skuadrat kundërshtare, që tha Loriku, që nuk besoj do kemi të njëjtën elementi fat aty brenda pastaj. Ajo bandeshën e parë, që se sa i rëndësishëm është elementi fat. Ti godet 10 herë, portieri Becker bën mrekullit dhe me një goditje në portë nga skuadra e Liverpoolit i mundesh 2-0. Prandaj them që do ketë njëjtën strategji sot, besoj do ketë njëjtën strategji Parisi, sepse duhet ta dominojë, sepse është disavantazh edhe disavantazh dhe duhet ta kërkojë rezultatin shumë shpejt. Dhe rezultati kërkohet duke i bërë presion, duke munduar që shkë porta, sepse nëse ai jep kontrollin e lojës të skuadrës së Liverpoolit, që arrin pastaj të hyjë në entuziazmin edhe të tifozëve, se bëhet shumë vështirë të menaxhosh ndeshjen. Kështu që strategjia do të ketë të njëjtë, pa do ta ketë të njëjtë performancë, këtë nuk ta them sepse varet gjithmonë nga kundërshtarët. Në ndeshjen e parë e realizuan. Në këtë ndeshje varet shumë nga pjesa e stadiumit, Loriku e njeh shumë mirë, por dhe ambienti sportiv e njeh shumë mirë se sa e vështirë është të luash në një stadium si ky i Liverpoolit, në shtëpinë që jetë skuadra e saj. Kështu unë besoj të kemi një ndeshje agresive nga Parisi, por me vështirësi shumë të mëdha duke ja bërë Liverpoolit kundër. Deri vazhdon diskutimin së bashku, mendoj që fituesi i kësaj sfide do të jetë gjithashtu edhe finalisti i këtij sezoni në UEFA Champions League. Duke patur parasysh edhe Enzorin në vazhdimsi.
Besoj që po, sepse janë ekipe që normalisht përluajnë mjaft mirë, që kanë një formë sportive, Liverpooli në diferencë të madhe nga skuadrat e tjera në kampionatin anglez, Parisi gjithashtu është shumë në kampionatin francez, përvojët e tyre kanë një shumë të mirë, shumë të mëdhenj, të cilët kanë kontribuar dhe kontribuar shumë të kishën për kontarët e tyre respektive, dhe besoj që kushtet nga këto është një skuadër që do të ngjitet në fortunin deri të Champions League. Do të jetë në finale, fortunin deri në Champions finale. Në finale përsa një ndeshje është fati, rastësia e ndihmojnë. Besoj që kushtet nga këto është në pragun e finales. Në pragun e finales, shumë bukur. Është momenti i informacioneve, do ta nisim më njëherë me skuadrën e Liverpoolit, Xhafa, tjetër të tij. Liverpool vjen me formacionin e saj tipik 4-3-3, që në moment të caktuar spostohet me 4-2-3-1, duke pasur parasysh se Soboslaj, shënjetari që ti manovroi edhe si numër 10, po edhe si tesh. Vjen port me Becker, me Alisson Becker, Alexander Arnold, Konate, Virgil van Dijk dhe Robertson ka që e mbrojtjes, e jeta ka që ishte në ndeshjen e kaluar, Soboslaj, Gravenberch dhe McAllister në treshën e mesit fushës, Luis Diaz, Diogo Jota dhe Salah. Problemi më i madh i kësaj skuadre besoj ndeshjen e kaluar ishte edhe në mesin e fushës duke arritur që të kishin fitonin ato luftimet kundër drejtë kremës së shortëve të Parisit, por edhe ka që e mbrojtjes duke pasur 3 sulmues që nuk japin fika referime, që bëjnë dyshim e roles, mbrojtja e Liverpoolit e vuajti shumë të ndeshjen e parë. Sot është këtu parë, a do të ketë njëjtë problematikë apo i ka marrë masa ndryshe? Allora, ti ketë marrë vërtet masa. Do të kalojmë tek formacioni i Paris Saint-Germain, Lorik, tjera të ty. Paris Saint-Germain në port me Gigi Donnarumën, pothuajse është e njëjta skuadër e cila u propozua në ndeshjen e parë. E Donnarumma, Marquinhos dhe Pacho në dyshën e qendërmbrojtjes, dy mbrojtësit e krau që i ka super ofensiv si Nuno Mendes dhe Ashraf Hakimi. E parë dominoi nga cilësia teknike, nga ritmi, nga mbajtja e topit, nga lëvizshmëria e cila i jepshin edhe sulmues, zgjedhjet e shumta që i jepshin sulmuesët, distancat gjithmonë të afërt që është me Vitinha para mbrojtjes Fabian Ruiz dhe Joao Neves dhe treshja e sulmuesit ku sonte na propozojnë me Dembele në qendër të sulmit, Barcola në krahun e majt dhe Kvaratskhelia në krahun e djathtë, po janë lojtarë që vazhdimisht i kemi pa duke u ndruar, kemi pa një Kfara në ndeshje në parë ku pothuajse shënoi nga krahu majt duke u futur, e bëri golin duke u futur nga krahu djathtë me këmbën e majtë, nuk japi pikë referimi dhe me një Dembele që është në sezonin e tij të vitit dhe nëse vërtet ka Parisi sonte nevojë ka nevojë më shumë se kur për Dembelen, kështu që e bën shumë interesante këtë skuadër për të lutur. Nuk kanë asgjë në fund. Për të lutur, nuk besoj që do i gjykojnë Parisin me rezultatin e sotme. Ajo treshja e sulmit të Parisit përmbua shumë të mirë për Sigurisht, duke e parë edhe moshën. Se nuk kemi shumë kohë, duhet flasim gjithashtu edhe për skuadrën e Interit se tifozët na presin nga Shqipëria. Është aty. Se po bëhet Bayern Italisë. Duhet të flasim. Jo, po shikoj. E bëjmë një parashikim të shkurtër, avokat Lirim për ta mbyllur përfundimisht këtë temë. Paris Saint-Germain, Liverpool. Nuk kam as dëshirë as parashikim as gjë. Sepse do vite keq për janë gjatë në një. Avokat? Jo, unë jam tifoz sonë në Paris. Në Paris. Të shkuar. Ora të në Liverpool. Ashtu ai për. Vaj balancë të gjitha drejtë. Jo se balancë. Prandaj të balancuar. E mbyllim këtë diskutimin, Inter ja doli të plotësoj pjesën e parë të misionit dhe sa fitoi 2-0 ndaj Feyenoordit. Ndërkohë që tani përpara publikut në San Siro do të sigurojë në mënyrë përfundimtare ose më saktë do përpiqet të sigurojë në mënyrë përfundimtare kualifikimin për në çeyreffinalen e UEFA Champions League. Se ka në fakt e merituan, mund të themi, dëmësisht fitore në ndeshjen e parë. Vërtet e merituan, në mesazh të stilë morën akun në biletin. Record që ekipet italiane nuk kanë të Unë po prisja një inkuadrim të mimikave të avokatit pikërisht në këtë moment. E morën akun e Milan. Me qenë se ka akun e Milan pikërisht. E morën akun e Milan, treguan që ekipet italiane vitet vjetojnë në Champions, treguan Po. Jo, gjithësisht, vetë ekipet me kompletuar
me arritin ndërkombëtar skuadra Interi, për të kaluar një seritet të plot që është një skuadër e komplekuar, ka shumë lojtarë fundamentës, lojtarë që vjen shumë të mirë, lojtarë që e kanë plotësuar veten në vitet e fundit dhe për mua nëse zgjat edhe një 3-4 vite do bëhet Bayern Itali. Shumë interesante. Avokat, nuk e di në kampionatin e parë që Inter gaboi her pas here në ndeshje jashtëzakonisht shumë të rëndësishme. Megjithatë, Champions shohim sikur është treguar me vërtet një skuadër jashtëzakonisht shumë pragmatiste, gjithmonë ka ditur të marrë më të mirën e këtij kompeticioni. Dhe prandaj është deri Italiania që është me më së shumti kokën lart dhe vazhdon luftimin të paktën deri tani në Champions. Vetëm. Jo, Bayern që mund të bëjë për që të rritet ai koeficienti i skuadrës italiane. Më duket si unë mendoj që ajo që kemi parë në të duash në ndeshje sa kaluar vitet në ndeshje sot zërgjera, këso është një gol në çadëllori kompeticioni, nuk është rastësi, nuk është një gjë që bëhet që mund të ndodhi edhe që të fatë. Duash në ndeshje këso që gol është me siguri me. Edhe Interi është një skuadër, po e quajmë kështu do solide përdore tani, por nuk do thotë solide, është një skuadër e krijuar. Avokati nuk i zgjedh fjalët me pikatore, nuk pikatore, nuk pikatore, nuk Jo, i sepse pikatore, nuk jo, i sepse Champions League ka qenë kundërshtar të dorës, po them të dytë, po mos më thuaj që prandaj po justifikon jo, vazhdimin e Interit të tij. ai shkëlqim që mendohet që është dukur në Champions League në fakt nuk ka qenë plot. Ndeshjet kanë qenë të tilla që kanë qenë të kalueshme për Interin. Ka qenë ndeshje që i ka fituar në minutat e fundit, për shembull Bayern në Zvicër me Young Boys në vend. Kështu që është pak e tepruar ky entuziazmi, edhe entuziazmi që krijon ndeshja me Feyenoordin është sërish pak i tepruar, dhe Feyenoordi si skuadër që është kapriçoja e kalendarit edhe në mënyrë se si shkojnë gjërat që është këtu, sepse është krejt jashtë është në një moment Feyenoordi nuk është vetë një skuadër e këtij kalibri, por është dhe në momenteve më të keq. Ka 2-3 muaj që luan me 2006 me 2007 në formacion, kështu që është një situatë që tregon më shumë shkëlqim se sa duhet, si punë një pasqyrë që reflekton më shumë se sa duhet. Ky është pikpamja ime, por që sot do kalon me Feyenoordin, nuk besoj se e vën një dyshim. Lorik, si të vlerësoj performancën e Interit nga faza e ligës deri më tani në këtë stad të UEFA Champions League? Se më duket sikur komentet e avokatit ishin pak të anshme, më duken mua, ndoshta kam gabim. Unë që mund të them, fakti që nuk u diskutua asnjëherë kalimi i Interit, dhe sidomos direkt pa kaluar në play-off, ajo tregon vetë. Vërtet në fakt, kjo është e vërtetë, nuk u diskutua asnjëherë. Tregon vetë një farloj soliditeti, një farloj eksperiencë, një farloj cilësie. Ajo është për ta bulosur, se e pam që Reali u dëshmë kalu nëpërmjet për shembull. Pastaj do shohim një të vërtetë shumë shpejt. Ajo që tregoj në ndeshjen e parë, unë nuk e prisja le të themi me aq lehtësi, në shumë drejt avokati Feyenoordi nuk është momenti i saj më të mirë, por nuk e prisja me aq lehtësi dhe aq zotrim të ndeshjes siç e luajtën atje në Holland. Në vajtëardhje nuk besoj se dikush e diskutoi kalimin e Interit. Duhet të bën detyrën e vet dhe italian dhe Inzaghi dhe skuadrën që e kanë, nuk besoj që do rënë shumë hapësirë për suksesën sonte. Pastaj ajo që improvizatohet është çerek finale Bayern Inter. Atu pastaj jemi në këtë lloj për ta komentuar. Xhafa nuk e di pikërisht në stadium kundër skuadrës së Milanit, Feyenoordi arriti të kalonte fazën e play-offit. A mendon që holandezët kanë akoma për të treguar diçka edhe më shumë, apo ndoshta ky Inter të skuadër është shumë e fortë për ta? Jo, unë besoj që Interi është shumë i fortë, sepse u pa që ndeshjen e parë. Edhe në kundrejt Milanit, në kombinativat që ka Milani, besoj që eventualmente vuajti shumë. Feyenoordi sa vuajti shumë. Vuajti shumë gjatë gjithë kohës deri në momentin që Milani mbeti në 10-10, praktikisht Milani që shënuar dhe 2-3 gola. Kjo tregon që është skuadra e Brisë, sidomos kur luan larg stadiumit të saj, e shtyrë nga tifozët.
Aq më tepër që po të vend sot që të luash kundër Interit dhe të 15 lojtarë në mungesa, i fundit është Peçalli, lojtari kryesor i kësaj skuadre në ndeshjen e fundit, Prezentiano Peçalli, që mundon, dhe është shumë e vështirë që të përballesh kundër një skuadre kaq këlqyer si Shqipëria. Kështu që është shumë e vështirë, nuk besoj që kanë më, të thënë, deri këtu kanë marrë maksimumin. Kanë marrë vërtet. Kanë marrë maksimumin kundër një skuadre. Kanë marrë maksimumin kundër një skuadre. Apo Real Madrid, apo Barcelona. Gjërat pastaj País Merida. País Merida. País Merida, dhe País Merida. Duke parë performancën që kanë bërë Zikalfi deri më tani. Interi nuk është në të nivelet të këtyre treja që përmendën. Për shumë arsye, të cilat të rrjedhin nga përbërja që ka fundamentet, të rrjedhin nga investimi që është bërë në klub, të rrjedhin nga Ka rrugtim të shumë, ka një rrugtim shumë të vështirë. Ndoshta këto dhe shumë arsye tjera. Shumë të vështirë. Ndoshta këto dhe shumë arsye tjera. Në përmendi asnjëri Interin tek favoritët. Avokat nuk e di në përmendi asnjëri Interin tek favoritët. Avokat nuk e di përmendi asnjëri Interin tek favoritët. Avokat nuk e di Favoritën në Champions dhe duhet parë se çfarë ndodhet me skuadrat. Skuadrat e Inzaghi janë të gjitha skuadrat janë njësoj, të gjitha. Inzaghi nuk duhet të zvogloj si trajner, por luan gjithmonë të njëjtin model futbolli, ai ka si më njëherë në formacionin e Interit, Lorik. Interit, Lorik. Interit, Lorik. Interit, Lorik. Interit, Lorik, fjala për ty. Dhe nuk është kthyer dhe Tirana për të plotësuar sulmin e Interit. Kaloj gjithashtu tek skuadra e Feyenoord, Xhafan fjala për ty. Feyenoord vjen në formacionin 4-3-3. Është shumë e vështirë për të gjykuar me gjithë të problematikat që ka, me gjithë mungesat që ka këtë skuadër, besoj që duke qenë se është mund sulmin e Interit. Kaloj gjithashtu tek skuadra e Feyenoord, Xhafan fjala për ty.
Enorm vjen informacioni 433. Është shumë e vështirë për të gjykuar me gjithë të problematikat që kanë, gjithë mungesat që ka këtë skuadër. Besoj që duke qenë se është mundur të në ndeshjen e parë skuadra që thotë që të mundet sot me një barazh të thellë, duke pasur parasysh skuadrën që ka përballë. Do të jetë sa më kujdesshme, do të mundohet që mund të përgjigjet në ato aftësira që mund të, sepse sot shqiptari jashtëzakonisht e Interit sot. UEFA Champions League. UEFA Champions League. Që ka çertë, se që ka vranë zemrën. Apo që fama të folë. Ora çertë, do të më maratoni, ka sa më do të jetë gjë. I'm just reading some of the comments, and I know there is problem, and the internet gets laggy. But I don't have anything to do about this because every time the actual signal, the broadcasting signal is on. The broadcasting signal is on. The internet lags. So. Actual signal, the broadcasting signal is on, the internet lags. So, sorry. I'm not gonna say too much on live, to be honest. Live, to be honest. To be honest, because like I cannot. To be honest, because like I cannot follow the number of followers watching. The number of followers watching live. The number of followers watching live. Watching live right now. All the matches, so all the matches.
So action them, but I'm not promising anything because like I've had this problem like millions and gazillions of times, so I cannot say anything. I'm just gonna kiss you from right now, and don't forget we're gonna be live again at 11. Don't forget 11 a.m. on the official broadcast on Drink Sport 1 for anyone who wants to watch the official broadcast in